Ishin këta lut gjojt me këngën dance që do I pushtojnë klubet tek ne. Ne asesi nuk janë shkallojmë rubrikat tona të përreshme, si për shembull intervista 60 sekondëshe, e cila e di që ju pëlqen shumë. Shpesher ato që keni kërkuar, keni pas rast me e pa dhe me mësu shumë gjëra për ta, edhe pse shkurt e shqip. Kësaj radhe vjen për ju në intervistën tonë 60 sekondëshi, MC Kresha. E ndjekim bashk. Tonë që aboni, unë jam MC Kresha, kjo është intervista e më 60 sekundëshe për prive. What's up? Kujt ke pas dëshirë me ngja kur ke qenë I vogël? Se di. Çka kishe ndryshu në jetën tënde? Nashta do të thënë I kisha bo ma mirë dhe ma korrekt. Çka kishe bo po të kishe vetëm 24 orë jetë? I kisha shiju me njerëz ma dashtën të mitë. A ke menduar ndonjëherë për vetvrasje? Kur një A beson Zot? pa tjetër. A ke rajt në për intervista? Kom si, kom sa. Për ndryshe a je mirë? Shumë mirë, faleminderit. Në emër të dashurisë, a je në gjendje jemi I shtu 17 kg. Jo, unë jam gjendje mi hjek, do e kom problem pak. Sa vjet I bone? 27 me 5 shtator. A beson në UFO? A ke bo kirurgji plastike? Ja. A e këshir kanalin XXX? Ja. Në cilin zhanër je I dopt? Në pera. A të ndodh me të gabu njerëzit në rrugë? Ka ndodh ka njerë me më përzi me fugën. Se në shku largë, kështu që fugën e kom shak. Cila është gjëja më e mirë që e keni bo për të dashurët?